Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi, programi për bashkët me zhvillimet që të kalojnë kufit shtetëror. Kufi. Përshëndetje të dashur dëgjues të emisionit Pa Kufi. Jemi sot së bashku në këtë transmetim të datës 16 prill 2026, Network Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi. Kemi zgjedhur të bashkëbisedojmë për diasporën dhe rolin e saj në jetën shoqërore, sociale dhe ekonomike në vendet tona. Këtu nga studio e Radio Tiranës, një përshëndetje nga unë Jaho Margjeka dhe i ftuari im profesor Geron Kamberi. Profesor, mirë se erdhe, faleminderit shumë për kontributin sot në Pa Kufi. Mirë se u gjeta. Si gjithmonë, faleminderit shumë. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka është Safet Gërxhaliu. Përshëndetje Mirvete, për ju dhe të ftuarin tuaj. Përshëndetje Jaho për ju dhe të ftuarin tuaj, përshëndetje edhe për kolegët në Shkupen Podgoricë dhe për të ftuarit e tyre po ashtu, përshëndetje për dëgjuesit e 4 radiove publike. Sikur e thatë edhe ju, unë sot në studion e Radio Kosovës kam ftuar ekspertin e ekonomisë, zotin Safet Gërxhaliu. Mirë se erdhe, zoti Gërxhaliu. Mirë se gjej, nësi t'jemi ju. Po, faleminderit Mirvete, faleminderit edhe zotit Gërxhaliu. Në studion e Radio Shkupit, kolegu Mehmet Ali Jusufi ka të ftuar Bashkim Selmanin. Përshëndetje Mehmet Ali. Për momentin nuk jemi në linjë me Radio Shkupin, shpresojmë që të jemi së shpejti. Në studion e Radio Malit Zi, kolegja Violeta Gjokaj ka të ftuar Fatmir Beqirajn, shef i zyrës për diasporë në komunën e Tuzit. Kronikën e përgatitur nga kolegja Gjokaj do ta ndjekim në vazhdim të emisionit. Propozoj të fillojmë bashkëbisedimin këtu në Radio Tirana me profesor Geron Kamberin. Siç ju tham dëgjuesve, profesor, do të flasim sot, kemi zgjedhur të flasim në networkun e radiove tona për diasporën. Natyrisht mund të flisnim për realitete të gjëre gjatë, si i thon fjalës, për diasporën, por ne do të fokusohemi tek roli i diasporës në jetën ekonomike, sociale dhe kulturore të vendit ton, por edhe të zhvillimeve vetë brenda diasporës. Fillimisht dua ta ndaj me dëgjuesit edhe me ju atë se diaspora është një kontribuese e jashtëzakonshme me remitanca ose dërgesa, siç quhen në shqip, dhe një shifër shumë domethënëse për vitin 2025. Diaspora e Shqipërisë ka dërguar në vendlinje në Shqipëri 1 miliard e 119 milion euro. Por, dua të them edhe atë që ne nuk duhet ta shohim diasporën vetëm si burim parash. Spari doja të theksoja që diaspora është një term i cili i ka rrënjët në historinë e hershme të njerëzimit, dhe në mënyrë jo krejt të rastësishme është një term që vjen nga librat e shenjtë, pra nga librat e shenjtë të Biblës hebreje, që referohet komuniteteve hebreje që u shpërndan në të gjithë botën, dhe pastaj më pas kjo fjalë, secila hyn në ligjërimin e përditshëm publik, politik, ekonomik, për të karakterizuar të gjithë popullsitë, të cilat lëviznin nga territori i tyre drejt vendeve të tjera. Natyrisht ne jemi mësuar më shumë me termin emigracion, migrant, biles fillimisht edhe refugjat. Edhe refugjat, i cili ka qenë, por që është një term më shumë që i referohet një statusi të caktuar që vjen zakonisht refugjatët në moment caktuar, në një kohë të caktuar të jetës së një vendi, pra kryesisht kriza lufte apo urie, por sot ne po flasim për termin e diasporës. Dhe për hir të vërtetës, diaspora shqiptare është një nga diasporat më të mëdha në raport me numrin e popullsisë. Sipas statistikave të Organizatës Botërore të Migracionit, Shqipëria renditet në 3-4 vendet e para në botë për nga niveli i popullsisë që jeton jashtë vendit, pra diasporës, dhe në raport me numrin e saj të popullsisë, sepse Shqipëria për vërtetës është një popullsi e vogël. Aktualisht raporti midis popullsisë që jeton jashtë vendit dhe popullsisë që jeton jashtë brenda vendit është
disa e krahasojnë ka arritur nivele 50 me 50, por ka statistika që e çojnë këtë raport edhe më shumë. Pra, masa e popullsisë që jeton jashtë territorit shqiptar është më e madhe se ajo që jeton brenda saj. Po, dy fjalë edhe për aspektin historik, domethënë të emigrimit. Kjo është mjaft Kemi interesante. diasporën historike, pikërisht. diasporën bashkëkohore dhe ato pra diaspora historike dhe moderne ose ajo tradicionale dhe moderne. Është emigracioni para luftës, i para Pikërisht. viteve 45. Shqipëria për shkak të pozicionit geografik të saj dhe territorit ku ndodhet, pra një rajon ku ndërpriten, ku janë pikprer gjithmonë kufit e qytetërimeve të ndryshme, Po. ka pasur mundësi që të jetë nën sundimin e disa perandorive dhe fal kësaj logjike, luftrat, por edhe lëvizjet që krijoheshin brenda perandorive bëndet mundur që të kishte lëvizje të mëdha brenda territorit, por edhe për shkak të mungesës së zhvillimit e cila ka karakterizuar territorin shqiptar për gjatë gjithë historisë së saj. Dhe diaspora më e hershme historike është ajo që erdhi pas rezistencës anti-osmane në Shqipëri në shekullin e 15, ku një pjesë mjaft e madhe e popullsive shqiptare lëvizën drejt brigjeve të Italisë, kryesisht do vendosur në Italinë e Jugut, arbëreshët dhe vijuan pastaj pa hyrë shumë në histori, se duhet të qëndrojmë në momente më aktuale. Emigracioni që erdhi pas luftës së dytë botërore kryesisht dhe mbas viteve 90 pas fryrjes së murit Berlinit, është një emigracion me karakter ekonomiko-politik, apo dhe vetëm politik, por kryesisht ai pas viteve 90 në Shqipëri ishte një emigracion ekonomik për shkak të shpërbërjes së regjimit komunist, rënjes së tij dhe dyndjes ekonomik, natyrisht së shqiptarëve në disa vende. Ky emigracion, fal profesor, është kontributori më i madh me dërgesat, me remitancat tani. Ai është treguesi më i dukshëm për diasporën shqiptare, pra dërgesat e përvitshme, të përmuajshme, të cilat kanë bërë të mundur që mjaft familje shqiptare këtu, jo vetëm të ndryshojë jeta, përsa i përket zhvillimit dhe statusit tyre social-ekonomik, por nëpërmjet tyre të ardhurave ata kanë krijuar edhe një qasje krejtësisht tjetër në raport me kapitalin human, sepse diaspora me nëpërmjet dërgesave apo remitancave, siç quhet në gjuhën teknike, krijon disa kapitale në Shqipëri. Pra krijon një kapital financiar, një kapital human, pra sepse nëpërmjet atyre të ardhurave janë shkolluar dhe shumë të rinj të reja në vende të ndryshme, por krijon edhe një kapital është edhe një ndihmë e madhe për familjet, pra kapitali human, si që e thatë ju. Pra human, social dhe financiar. Në fakt për investime pak pjesa më e madhe e këtyre dërgesave, të paktën sipas statistikave të Bankës Shqipërisë dhe studimeve të shumta që janë bërë, kanë shkuar për të plotësuar nevojat e përditshme të familjeve shqiptare, veçanërisht deri të paktën nga viti 2010, pa të paktën 20-30 për nevoja arsimore, për nevoja shëndetësore. Pikërisht, të cilat nuk mund mbuloshin për shkak të ardhurave që familjet shqiptare kanë në Shqipëri. Por vëret re një fenomen, veçanërisht 10-15 vitet e fundit ose edhe pak më herët, që një pjesë e këtyre të ardhurave janë riinvestuar në ekonominë shqiptare, kryesisht nëpërmjet bizneseve të vogla, atyre shërbimit dhe veçanërisht në industrinë turistike. Mjaft për bizneseve të industrisë turistike apo industrisë me ikpritjes që të quhet restorante, bare, hotele, janë fal të ardhurave të cilat vinë investime që vinë emigrantët apo diaspora njerëzve që shqiptare. Jetojnë jashtë dhe kanë investuar. Pra, në një farmase ajo që dikur u konsiderua humbje e kapitalit human, sepse emigracioni përveç të mirave ka dhe pasojat e tij sociale-ekonomike që ndikojnë në shoqërinë shqiptare. Ne jemi dëshmitar tashmë të një krize demografike që ka Shqipëria, por të paktën në këtë moment ne shohim një prirje pozitive dhe kjo është arsyeja që po bëhen përpjekje për ta përfshirë më shumë diasporën shqiptare në jetën social-ekonomike. Po kemi një diasporë ekonomike, por edhe profesionale. Kohët e fundit ka shumë shqiptarë që po shkollohen jashtë edhe po vazhdojnë karrierën e tyre në vende të ndryshme të botës. Kjo është më se e vërtet, neve kjo lloj diaspore është ndarë me disa ca që quhet diaspora shkencore dhe diaspora artistiko-kulturore dhe sportive. Ne kemi mjaft individ të shquar në fushën e shkencës, nga Shqipëria dhe nga
trojet shqiptare, nga shqiptarë në origjinë nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Malizi, apo edhe nga zona e Preshevës, të cilët janë emra të njohur në disa fusha në vende të ndryshme të perëndimit dhe nuk është e thjesht të depërtosh në nivele të tilla pra të bësh karriera politikës, të artit, kulturës, të sporteve, tjere. Të doja të thoja dhe rastet janë të pafundme dhe kjo themun është një element që ndikon drejt për drejti në imazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve në përgjithësi, sepse siç e dim tashmë, emigracioni është një pasqyrë me dy anë. Sjell fenomene pozitive, por ne të dim që shpesh imazhi prishet edhe nga fenomene dhe sjellje të ndryshme që komunitetet e shqiptarëve që janë jashtë vendit shpesh edhe një pyetje përpara se të kalojmë në Radio Kosova, profesor Kamberi. Apo bën politika të duhura kundrejt diasporës dhe si të thuash apo shfrytëzohet niveli i tyre, burimet e tyre në dobi të zhvillimit të vendit. Apo shpesh nga njerë mbetemi edhe tek fasada. Ne patëm summitin e diasporës që sapo përfundoi dhe pati shumë zhvillime brenda tij, domethënë, por ka edhe një krah tjetër që një, si të thuash, oponent që mendoj se duhet bërë politika më elastike dhe më dobipruese për zhvillimet këtu, domethënë. Edhe në diasporë veçmos. Duhet të theksojmë diçka. Në raport me politika që lidhet me diasporën, Shqipëria ka kaluar në disa faza. Fillimisht ai u konsiderua vetëm si një numër emigrantësh të cilët shkuan për të shpëtuar skamjes dhe varfërisë. Pas disa viteve, të paktën 10 pas 10 vjeçarit parë ose më saktë pas 10 vjeçarit të dytë, filloi të kishte një politik tjetër. Pra diaspora apo grupet e emigrantëve shqiptar filluan të shikohen si burim zhvillimi në Shqipëri dhe më pas kaluan edhe në një fazë tjetër duke i parë ato jo vetëm si faktor zhvillimi, po dhe për të përfshirë në jetën social ekonomike të vendit. Kjo filloi që me projektin e rikthimit të Trujt në vitin 2007 që u financua nga Kombet e Bashkuara mbas modeleve që ishin ndjekur në vendet e tjera dhe zhvillimi më i rëndësishëm politik ka qenë krijimi i Ministrisë diasporës, Ministrisë Shtetit Diasporës në vitin 2017, ndërkohë që Kosova e krijoi këtë ministri që në 19 maj të vitit 2011. Do vazhdojmë për specifikat ajo pasua pastaj me 4 samite diaspore. Duke filluar me të parin që ishte 18 nëntori 2016 dhe për të ardhur ky 13 prillit 2026. Faleminderit profesor Geron Kamberi, në pjesën e dytë do të flasim për aspektin social-kulturor dhe të tjera të diasporës, duke patur parasysh që diasporat e Shqipërisë, Kosovës, edhe të Maqedonisë, edhe të Malizit kanë karakteristikat e veta, sepse shqiptarët e Kosovës shkuan më herët në emigracion, rreth viteve 70 dhe u bën një burim i madh për financimin e zhvillimeve në Kosovë që erdhen më pas të luftës dhe të tjera. Për këto e më gjerë, kolegja Mirvete Uka me të ftuarin Safet Gërxhaliu në studion e Radio Kosovës. Mirvete. Zoti Gërxhaliu, sigur u thanë, në Tiranë diaspora e Kosovës ka një origjinë shumë të hershme, fillimisht për çështje ekonomike, po shumë për politike, sidomos para luftës dhe më pas ka vazhduar kjo edhe pas çlirimit të Kosovës për çështje ekonomike. Por si ka ndikuar kjo në zhvillimin e Kosovës? Par me përftesën, besoj që keni prek një temë mjaft interesante, një temë e cila më prek në emocion nga fakti që unë jam kthy në Kosovë pas 20 viteve dhe e kuptoj jetën e mërgjimtarit. Është vërtet që çka do të flasim dhe bëjmë sot për diasporën e Kosovës, ne nuk mund të gjejmë fjalë falënderimi. Ajo që ka mua më brengos dhe e dua të ndaj me ju është fakti që në të madhen e rasteve kur bisedohet për diasporën kosovare, bisedohet vetëm nga dimensioni i kontributit financiar.
besoj që diaspora kosovare ka rëndësi shumë të madhe, multidimenzionale në këtë drejtim, dhe e dyta, kur flitet për aspektin financiar, besoj që bëhet një padrejtësi shumë e madhe ndaj diasporës, nga fakti që zakonisht flitet që në vitin 2025 diaspora ka dërgu afër 1 miliard e 400 milion euro, në vitin 2024 afër 1 miliard e 300 milion euro. Besoj që ne flasim vetëm për cifra apo për parametra ekonomik të evidentuar në për institucione financiare dhe bankare, për kontributi i diasporës shumë i madh, e them me përgjegjësi morale dhe profesionale, që brenda një viti kalendarik kontributi i diasporës kosovare në Kosovë është shumë më i madh se sa buxheti i Republikës së Kosovës që miratohet dhe votohet në Parlamentin e Kosovës. Prandaj besoj që duhet të ndërpritet ky avazi i matjes së vlerës së diasporës vetëm nga dimensioni financiar, sepse në fund të fundit sot e kemi gjeneratën e tretë të diasporës së Kosovës, që në rend të parë janë ambasador të shpirtit të Kosovës dhe promotorët më të mirë të vlerat të Kosovës. Në rend të dytë është një gjeneratë edukuar që sot me krenari do të thotë e përfaqësojnë Kosovën dhe mbrojnë do të thotë interesat e Kosovës, dhe ajo çka besoj është nderi më i madh dhe falënderimi më i madh përballë diasporës kosovare është depolitizimi i saj. Po e them me keqardhje që viteve të fundit kemi tentativë të politizimit dhe të përçarjes, një përçarje e tillë nuk i bën nder unitetit të kosovarëve, nuk i bën nder do të thotë unifikimit të diasporës ku është dhe ku vepron. Prandaj besoj që është koha kur duhet të trajtohet diaspora kosovare në disa dimensione. Dimensioni ekonomik ka rëndësi të pakontestuar, në dimensionin social është një mëshimtar që ndihmon dhe ka ndihmuar dhe do ta ndihmoj si duket edhe më tutje Kosovën, por duhet të analizohet edhe në aspektin e imazhit dhe të kontributit që jep kjo diasporë në përbot, dhe në këtë drejtim besoj që për diasporën kosovare duhet shumë herë edhe institucionet edhe kosovarët të bëjnë atë pyetjen kenediane, nuk duhet të pyetur gjithmonë çka dhe sa dërgon dhe çka bën diaspora për neve, po çka bëjmë ne për diasporën, sepse vërtet e kemi obligim. Ajo çka e venit këtë raport spiritual mes institucionet Kosovës dhe diasporës është fakti që me kalimin e kohës po varrosen 3 institucione të rëndësishme të traditës dhe kulturës shqiptare. E para është institucioni i familjes, e dyta është institucioni i falënderimit dhe respektit, dhe e treta institucioni i mirënjohjes. Besoj që është koha kur duhet të kthehemi te këto 3 institucione, nëse mendojmë që vërtet ta motivojmë diasporën, ta inkurajojmë për kontribuar, dhe në fund të fundit duhet jemi të sinqert. Kosovën sot shumë me shpirt dhe emocion e dojnë dhe përfaqësojnë disa diaspora se sa kosovarë që jetojnë në Kosovë. Sikur e tha zoti Gërxhaliu, flasim çdo vit për shifra, për numrin e mjeteve financiare që hyjnë nga diaspora në Kosovë. Kryesisht ato e ndihmojnë biznesin në Kosovë, sepse shumë bizneset e vogla private që funksionojnë këtu kanë punë më tepër gjatë sezonit të verës dhe të pushimeve dimrore, falë qëndrimit të diasporës në Kosovë. Por pse shumica e investimeve mbeten në sektor jo produktiv? A do duhej krijuar kushte, stimuluar diasporën që të bëjnë investime të cilat do nxisnin prodhimtari të saktuara që me kalimin e kohës edhe ata ta shohin veten si pjesë të qenit të përhershëm rezident në Kosovë dhe të punës së tyre aktive duke jetuar këtu? E keni ba një pyetje mjaft të qelluar, është masë e vërtet që kontributin më të madh apo dërgesën më të madhe të mjeteve financiare diaspora e lën gjatë qëndrimit në Kosovë. Kemi bërë analizat shumëta që një familje 4 dhe 6 antare për 4 javë ditë shpenzon 8.000 deri në 12.000 euro në Kosovë, dhe besoj që është një dëshmi e asaj që u tha që ata dërgojnë shumë më tepër se sa që evidentohet. Në rend të dytë është mëkati më i madh që djersa e pastërt e diasporës së Kosovës që dërgohet në Kosovë shpenzohet në konsum. Fakti që në vitin 2025
2005 në Kosovë është hyrë rekordi i importeve, ku importet në total janë afër 7 miliardë 130 milion euro, kur prej saj shton 2 miliardë të grumbulluara në doganat e Kosovës, do thot 9 miliardë euro janë të tërhequra nga opcioni i investimeve në Kosovë dhe janë vetëm në konsum. Dhe pjesën ndërmuese të këtij importi apo këtij konsumi bëjnë pagesat apo ndihmat apo remitancat që vijnë nga diaspora, dhe besojnë që ose mendojmë që t'i falenderojmë, është koha kur duhet të përdorë modalitetet vende të zhvilluara, ku kanë pako të veçanta për investime për diasporën, ku kanë lehtësira të ndryshme fiskale për diasporën, ku kanë forma të ndryshme të mbështetjes me dhënien e tokës në shfrytëzim, dhe në fund të fundit të mos shkojmë askund më larg se sa në Maqedoni, ku 50% e investimeve në një farë forme direkte apo indirekte ju rimbursohen nga institucionet. Një gjë e tillë nuk është duke ndodhur në Kosovë dhe besoj që është mëse e nevojshme në vend që të derdhet vlugu i diasporës në vota në Kosovë, të grumbullot ajo votë që diaspora kosovare të ketë të deleguar të vetë në parlamentin e Kosovës, ata të jenë zëri i arsyes dhe i kërkesave, i adresimit të kërkesave për ta, sepse nëse vazhdojmë me tutje, të kemi vetëm konsum, të mos kemi zhvillim të sektorit prodhues, të mos kemi inovacione, të mos kemi përvojë apo transfer të sistemit know-how dhe të eksportojmë paratë e gatshme për import, besoj që nuk është diçka që i bën der diasporës dhe që e falenderojmë diasporën për kontributin e dhënë. Kosova ka nevojë për përvojën e tyre, për disiplinën dhe kulturën e punës, për rrjetin e tyre që e kanë kudo që veprojnë, sepse në fund të fundit po e përsëris, ata janë ambasadorët e shpirtit të Kosovës dhe ne duhet të bëjmë më tepër për ta. Është shpesh kjo ideja e përfaqësimit të diasporës drejt për drejt në parlament, duke zgjedhur deputet nga radhët e tyre. Por kjo ka mbetur vetëm retorikë dhe deri më tani asnjë lëvizje diçka konkrete. Ndërkohë ne kemi edhe Ministrinë e Diasporës. Ka ndikuar diçka në përmirësimin e këtij relacioni mes diasporës dhe Kosovës kjo ministri? Pastaj edhe për samitin do doja të flasim pak ndoshta në pjesën e dytë. Është simbolika apo ka një efekt real? Unë besoj që politika kosovare duhet jetë më aktive në këtë drejtim. Nuk është interes i shtetit të Kosovës përçarja e diasporës dhe politizimi i diasporës. Duhet të kuptohet që kritika nga diaspora duhet të trajtohet si nënë të mësuarit dhe asesi si armiqësi. Krahas do thot politikës nga Kosova drejt diasporës duhet të kemi kujdes me sjelljen e diasporës, me sjelljen e diplomacisë kosovare në diasporë. Roli i ambasadorëve është unifikues, ata janë ambasadorë të gjithë dhe jo vetëm të përfaqësuesve apo të një grupacioni, të një partie politike, dhe në këtë drejtim besoj që na presin sfida të shumta. Ka nevojë vërtet për rishikim të këtyre politikave përballë diasporës, qoftë nga Ministria e Diasporës, por në veçantë nga Ministria e Punëve të Jashtme, por ajo që na shqetëson më tepër është fakti që në Kosovë shumë më tepër humbet kohë duke kërkuar arsye për dështim, sesa për të gjetë rrugë për të dalë nga dështimi. Është koha për veprim, do thotë veprime konkrete, dhe më e mira që mund të bëjmë për diasporën është tani që të ndërprejmë këtë avaz të politizimit, të përçarjes, të ndarjes dhe të rritjes së agresivitetit mes tyre. Faleminderit shumë zoti Goxhaliu, do të lëm radhën për kolegët në Shkup tani. Jaho, kalon fjalën. Po, faleminderit mirëvete dhe zotit Goxhaliu. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Jusufi dhe të ftuarin e tij Bashkim Selmani. Po Jaho, Bashkim Selmani ishte pjesëmarrës në samitin e fundit të 4 të diasporës shqiptare. Ne shfrytëzuam rastin dhe pyetëm për gjitha që ndodhim brenda këtij samiti, për shqipjet e tij, impresionet për çfarë u diskutua dhe çfarë propozime konkrete kanë bërë nga ne profesorit, sepse nuk është hera e parë që merr pjesë në tubime të tilla, i përfaqëson diasporën shqiptare në shumë vende. Atëherë nga Lus Regjin që ta emitojmë pjesën e parë të bisedës dhe më pas kur na vjen radha neve Radio Shkup dhe pjesën e dytë. Është fakt se samiti 4 i radhë ka dhënë disa rezultate përse përket organizimit institucional dhe shtetëror. Kjo mund ta njohim edhe si ana formale. Unë lëshoj se ky samit jo vetëm që ka bërë tubimin e gjithë diasporës në botë, organizimit dhe çështjes së tubimeve përse përket temave të përkatëse, sepse ishte çështja e
diasporës demokratizimi, çështja e diasporës në gjitha aspektet ekonomike, politike, fetare dhe kështu me radhë. Për mbajtja kishte shumë mungesë juridike. Një ndër ato ishin ministrat e Republikës Kosovës dhe të njohur, ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë dhe gjithë përfaqësuesit e tjerë. Dhe ne parashohëm vetëm një pyetje të thjeshtë juridike. Sa shqiptar ka në botë? Me thënë, në aspektin juridik, çështja është nga momenti që unë parashtrova pyetjen, sepse të drejtat dhe detyrimet fitohen në dy forma. Nga momenti që lind njeriu ose fëmia, pajiset me letër njoftimi dhe fitohen të drejtat dhe detyrimet. Fatkeqësisht, diaspora shqiptare nuk është regjistruar dhe shqiptarët, dhe unë atje po të çova edhe si problem, sepse Shqipëria është që nuk i njeh shqiptarët. Kjo është letër njoftimi juridik. E tash, pjesë e ditë përse përket historikut, sepse pikërisht intelektualët shqiptarë, diaspora shqiptare, ka pasur shumë arsye për të vepruar dhe unë mendoj që diaspora shqiptare i ka themeluar të dy shtetet. Edhe Republikën e Shqipërisë, nëse i marrëm gjitha themeluesit e saj, do shohim se aktivitetet e tyre kanë bërë jashtë shtetit, që kanë ndihmuar edhe materialisht, por edhe në aspektin politik dhe diplomatik, nëpërmjet miqve të tyre individual krijuan shtetin shqiptar. Nga ana tjetër, jemi bindës dhe ne si gjenerat, e pam që okupimi serb, maqineria serbe, i nxorin nga puna e Kosovarit, i nxorin nga gjitha ato pjesët e saj, dhe ato krijuan institucione paralele. Mirë po, mbajtjen ekonomike të institucioneve paralele ishte ajo që diaspora lishon të paga për mësuesit, nxënësit dhe mirëmbajtjet infrastrukturore, dhe kjo jam shumë i bindur se diaspora krijoi dy shtete. Dhe prandaj isha dhe në kundërshtim edhe me këto pjesën tjetër përsa i përket biznismenëve, sa ta sidomos lobi amerikan, por e lobi Këshilli Organizativ i Diasporës në Gjermani dhe vende të tjera, ato kishin disa kërkesa që të përfaqësohen edhe në kuvent me një ose dy deputet. Unë e mendoj që edhe kjo pjesë është e gabuar, për arsye se institucionalizimi i diasporës, unë e shoh diaspora kombëtare shqiptare është shtet në vete, dhe ajo duhet të ketë një themelsi ose në Bruxelles ose në vende të tjera jashtë shteteve shqiptare, se vetëm atëherë mund të funksionoj si person juridik dhe unë e quaj si shteti tret i fuqisë, edhe intelektuale, edhe ekonomike, edhe politike, edhe i unitetit dhe i bashkimit kombëtar. Kjo është ajo pjesa juridike me të cilën i mungonte këtij samiti dhe u dhanë shumë sugjerime, po ashtu pa quhet reagimet e asaj juristës, atë ishin komplet 5 juristë dhe oda ekonomike që ishin avokat në Bologna, dhe ato kishin të njëjtin mendim, me thënë pikërisht ishte këtu, sepse samiti ishte shumë formal, ishte organizuar, mirë po kishte mungesën juridike dhe prandaj u bë ky ballafaqim, sepse në drejtësi i themi, në momentin kur bëhet ballafaqimi me fakte dhe argumente, dele drejta dhe e vërteta në sipërfaqe. Ashtu, pikërisht është një nga thesarët më të fuqishëm, dhe unë mendoj që e keni paraparë ju dhe në pjesën e aspektit historik në butin detaj, mirë po është problemi se mbijetesa e tyre, që kemi për shembull arbreshët e Zarës nga viti 1776, por edhe para sa edhe pas kësaj, ata jo vetëm që e ka ruajtur dhe mbrojtur identitetin arbresh, por tani më dhe bota i ka kuptuar, sepse e vërteta e kombit shqiptar kanë qenë arbreshët, nga ti ka filluar edhe atë lidhjet e para, emancipimet e para të dalur nga okupimet ndryshme, të cilat kanë bërë edhe sot të krijohen trundje të veçanta. Unë jam edhe instruar për shembull nga 1 maj deri në 5 maj, organizimi i arbreshëve të Zanës. Mirë po unë mendoj që shteti shqiptar, por edhe ne shqiptarët në përgjithësi, pikërisht do duhej më elementare që të bëhet, të jenë shkollat të investohet në shkollat, në fakultetet dhe në institucionet të arsimeve të larta dhe komplet diaspora të ketë një shkollë të veçantë, përse përket shkollës fillore të mesme dhe universiteteve, që do të udhëhiqeshte nga komplet nga diaspora. Që lidhet edhe me atë institucionalizimin që thosh në pjesën e parë të fjalimit, sepse ku do të bëhet kjo në aspektin juridik, atëherë paramendoj ju se do të ishte mirë, sikur të kishim një universitet kombëtar
i cili do të kishte themelsin në Bruxelles ose në një vend tjetër, por do të ishte komplet universitet që do të ikishte nga truri shqiptar, nga inteligjenca shqiptare. Dhe mendoj që tashmë gjithë jemi të bindur se këto thesare që i kemi si kom duhet të institucionalizohet dhe këto u debatu dhe besoj që pak me vështirësi, sepse edhe vetë ministri i punë të pris, këto sugjerimit që i dham ne, a i pranoj me shumë knësi, mi po tha ne si shtetë e kemi shumë të vështirë për të formalizuar të njëjtën aspektin juridik. Dhe unë përgjigja përsërisht është e fakt se shtetet Republike Kosovës edhe Republike Shqipërisë mund të ndodhë edhe gjatë kohët jemi ne, se patë edhe kërkesa që diaspora të ketë diaspora e Kosovës dhe diaspora e Shqipërisë, dhe ati poshtu zë të kënjë që reagojta se duhet kemi një diaspor, mos ketë ndarje, mos ketë përçarë. Unë besoj përsëri, me që vetë shteti shqiptar akoma ka disa pengesat karakterit të drejtës ndërkombëtare republike për themelsin dhe për regjistrimin e kombit shqiptar, si ku do të krijohet forma juridike e themelsis të diasporës në institucion që ajo do t'i themelon të institucionet në këtë mënyrë që shprehemi ne, ajo atëherë nuk do të kishte nevojë për pengesat të kësaj natyre, sepse ndalen hovin e diasporës, sepse ne kemi shumë fëmijë. Unë marr vetëm një rast që e potencoj, për shembull në vendimarrjen e ekonomisë gjermane, është 21 persona marrin ato vendosin për 5 vitet ose 10 vitet e ardhshme vendimarrja e strategjisë ekonomike, një nga ato 21 persona është Albrecht. Me thonë këto, ne kemi dhe shumë pak figura ose inteligjencë të njerëzve, të cilët nuk e dim. Ja, për shembull në Amazon, kemi 2 programerë. Kemi në fakultetin e Gracit pedagoge që është nga Tetova. Kemi në gjithë elementë dhe tash, unë besoj që institucioni i diasporës, nëse do të ketë një qendër, ajo do të mund që të bonte të gjithë shqiptarët, edhe shqiptarëve që nuk janë të kënaqur nga këto shtesë, se politika shpesh jo vetëm që i kufizon, por nuk i le që të zhvillohet. Dhe unë mendoj se kombi shqiptar gjithmonë është zhvilluar nga jashtë. Po, ishe kjo një pjesa e parë bisedës që bëra me profesorin Bashkim Selmani, pjesëmarrës në diasporë. Po, ja. Po, me dali, faleminderit edhe profesor Selmanit. Tani është momenti për të sjell kronikën e Radio Malit të Zi, të përgatitur nga kolegja Violeta Gjokaj, e cila ka të ftuar Fatmir Beqirajn, shef i zyrës për diasporë në komunën e Tuzit. Ta ndjekim. Të nderuar dëgjues, në emisionin Pa Kufi edhe nga redaksia në Shqip e Radio Malit të Zi, këtë enjtë trajtojmë temën, si që edhe keni paralajmëruar ju, kolegë të nderuar, në studiot e Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit, me rëndësi të veçantë diasporën dhe rolin e saj në jetën shoqërore, sociale dhe ekonomike në vendet tona. I ftuar në këtë bisedë në studion ton është edhe shefi i zyrës për diasporën në komunën e Tuzit, Fatmir Beqiraj. Diaspora shqiptare është numerikisht mjaft e madhe. Ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë dore djathtë e jona, gjithmonë e gatshme të ndihmoj vendin e origjinës. I nderuar Beqiraj, sa e rëndësishme është sot diaspora për zhvillimin e komunës së Tuzit, sidomos në aspektin ekonomik dhe social. Po, diaspora e Maltësisë ka një rol të pazemërshëm në zhvillimin e komunës së Tuzit. Kontributi i saj shtrihet përtej ku mbështetjeve ekonomike, e cila mbetet shumë e rëndësishme për nisëqenien e familjeve dhe për nxitjen e investimeve lokale. Po aq i çmuar është edhe ndikimin e aspektin social, kulturor dhe profesional, duke sjell përvoja, ide dhe standarde të reja që ndikojnë në përparimin e komunitetit tonë. Sot, më shumë se kur, lidhja me diasporën duhet forcohet dhe të kultivohet duke parë ata si një partner të rëndësishëm dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të komunës së Tuzit. Si po bashkëpunon konkretisht komuna me diasporën dhe cilat janë sfidat kryesore në këtë drejtim?
Bashkëpunimi është në nivel të mjaftueshëm ose të thonë të lartë. Komuna e Tuzit ka ndërtuar një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe konkret me diasporën, duke konsideruar ata si partner shumë të rëndësishëm në zhvillimin e komunitetit. Ky bashkëpunim reflekton në disa drejtime të prekshme përmes bursave të studentëve, mbështetjes financiare për persona me nevojë të veçanta, përfshirë edhe me invaliditet apo me autizëm, si dhe përkrahjes së klubeve sportive dhe shoqatave kulturo-artistike. Gjithashtu, një vëmendje të veçantë i kushtohet edhe mbështetjes së shoqatave të ndryshme, që veprojnë me diasporën dhe të që kontribuojnë në forcimin e lidhjeve me vendlindjen gjithmonë e dobrit të komunitetit dhe të zhvillimit të Malësisë. Përket sfidave, ato lidhen kryesisht me koordinimin më të mirë të aktiviteteve, krijimin e mekanizmeve që krijojnë efikasitet në komunitetin dhe angazhimin e një numri sa më të madh të bashkëdhetarëve në projekte konkrete zhvillimore. Megjithatë, përkushtimi ynë mbetet i palëkundër për të thelluar dhe me atë këtë bashkëpunim në të ardhmen. Çfarë mund të bëhet më shumë për të afruar edhe më tepër diasporën me vendlindjen? Për të afruar diasporën me vendlindje dhe shumë nevoja të ndryshme, diasporën është nevojshme të ndërtohen të thënë ura më të forta bashkëpunimi dhe komunikimi të vazhdueshëm. Kjo mund të arrihet përmes krijimit të programeve posaçme që nxisin investimet të diasporës në vendlindje, angazhimin në të aktiviteteve kulturore dhe forumeve që lidhin në ngushtë Malësinë dhe përfshirjen e tyre në aktivitete projekte zhvillimore lokale. Po ashtu, rëndësi të veçantë ka që të lehtësohet krijimi i kushteve administrative dhe mbështetjes konkrete për çdo iniciativë që vjen nga diaspora, në mënyrë që ata të ndjejnë vetëm pjesë drejt për drejt në zhvillimin e vendlindjes, duke e ndërtuar besimin dhe duke ofruar mundësi reale bashkëpunimi, ne mund ta forcojmë edhe më shumë këtë lidhje në të natyrshme që shumë të vlefshme për të ardhmen e komunës së Tuzit të Malësisë. Faleminderit i nderuar i Fatmir për këtë bisedë. Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që ishit me ne në Pa Kufi. Nga Podgorica ju përshëndet Violeta Gjokaj. Faleminderit kolege Violeta Gjokaj dhe të ftuarit tuaj Fatmir Beqiraj. Kthehemi në Radio Tirana për ta përmbyllur pjesën e dytë të bashkëbisedimit nga këtu. Profesor Kamberi, mund të kishim shumë detaje për të diskutuar, domethënë shumë nën tema të kësaj temës sotme, por mund të flisim për rolin e diasporës në arsim, shkollat shqipe jashtë, mund të flisim për rolin promovimin e kulturës shqiptare në botë, që në fakt e bën diaspora, bën mirë, tham shumë njerëz të artit, sportit, kulturës e tjerë, të letërsisë kanë një ndikim jo të vogël në njohjen e kulturës dhe të botës shqiptare në vendet ku ata jetojnë, pra janë pak a shumë ambasador tanë të pa tituj, pa grada. Por doja shkurt edhe unë duhet të shkurtoj pyetjen, a kemi një strategji të përbashkët rajonale për diasporën dhe si mund ta kemi? Dhe a duhet diaspora të ketë më shumë përfaqësim politik në institucione? Sa dëgjohet edhe zëri i tyre në vendimmarrje? Drejta e votës erdhi më në fund për diasporën e Shqipërisë. Aktualisht Shqipëria mbasi nisi në mënyrë të socializuar politikat për diasporën mbas krijimit për ministrisë për diasporën prej vitit 17 deri në vitin 2021 kur funksionoi kjo si ministri, krijoi Këshillin Koordinues të Diasporës dhe në këtë këshill përfaqësohen shumë individ të cilat, si thua, nuk i përkasin vetëm diasporës të Republikës Shqipërisë, por edhe të vendeve të tjera, pra të hapësirës shqiptare, qoftë Maqedonisë Veriut, Kosovës, Malizi. Po diaspora jashtë vepron bashk. Pikërisht. Dhe nga ana tjetër edhe rrjeti i shkollave të mësimit të gjuhës shqipe, janë rreth 409 shkolla që janë hapur tashmë në shumë prej vendeve ku ka prani të diasporës shqiptare, aty mësojnë vetëm fëmijë nga është gjë e ditur, gjë e mirë. Dhe nga ana tjetër doja të theksoj që nga niveli strategjik qeveria shqiptare ka ndërtuar
është strategjia e tretë që ka tashmë, pas 2 strategjive të para për diasporën shqiptare. Strategjia e fundit që u miratuar 2026-2030 synon pikërisht këtë, të japi diasporës më shumë zonë në përfaqësimin e saj politik, por edhe social dhe ekonomik. Dhe përse përket përfaqësimit politik, neve dhe në parlamentin e mëparshëm kemi pasur të paktën nga disa parti individ që vinin, pavarësisht se ishin zgjedhur në Shqipëri, po vinin nga diaspora natyrisht diaspora që prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025 ka të drejtën e votës, ndërkohë që Kosova dhe për shkak traditës saj e ka pasur shumë herët këtë drejtë, pra diaspora e shtetasve që vinin nga Republika e Kosovës. Ajo çfarë mbetet për tu theksuar dhe që duhet fuqizuar më tej janë mekanizmat, qofshin këto financiar, por edhe institucional, që bëjnë të mundur që kontributi diasporës shqiptare, veçanërisht asaj diaspore jo vetëm thjesht ekonomike, por shkencore, artistike, kulturore, që sjell kapital human dhe përmirëson dukshëm imazhin e Shqipërisë jashtë, të ketë mundësi që ta jap atë kontribut qoftë brenda Shqipërisë, po dhe atje ku jeton dhe punon në mënyrë sa më të dukshme dhe sa më të prekshme. Dhe për ta përmbyllur doja të theksoja që një nga elementet më të rëndësishëm që ka diaspora sot shqiptare është pikërisht ballafaqimi që edhe me ato që quhet një lloj narrative apo ligjërimi, i cili është i pranishëm në median e shumë vendeve, kundrejt një lloj stereotipi që krijohet për Shqipërinë dhe për shqiptarët, siç e përmenda pak më parë, shpeshherë edhe për shkak të përfshirjes së komuniteteve shqiptare në aktivitete të palishme. Kemi edhe rolin e mediave që është jashtëzakonshëm në lidhje me diasporën, siç është ky rrjet networku radiofonik Pakufi dhe shumë emisione të në shtetet tona që i dedikohen diasporës, trajtojnë problematika, realitete, i bëjnë protagonistë dhe promovojnë arritjet e tyre më të mira të individëve, më të mirë shoqatave, më të mira e tjerë. Por mbetet për t'u bërë. Faleminderit shumë profesor Geron Gamberi për kontributin sot në Pakufi. Shumë faleminderit. Mirëvete. Po. Zoti Gërgjaliu, do doja të kthehemi pak edhe një herë samitit të diasporës në Tiranë. Si e vlerësoni këtë? Ka më shumë karakter simbolik apo ka një ndikim real dhe çfarë përfiton Kosova nga nisma të tilla rajonale? Është vërtet që diaspora në përgjithësi ka nevojë të jetë afër Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malizë, Përshevës dhe Bujanosit, po kam ndroqë që e tëra kjo që duke ndodhur në këto takime është shumë më tepër një koreografi politike se sa që është një takim që është në funksion të zhvillimit, të parafrimit dhe të avancimit të raporteve. Në fund të fundit, si mund të kërkojmë një unifikim më të madh të diasporës mes këtyre shteteve shqiptare, themi në Ballkanin Perëndimor, kur vetë qeveritë e këtyre shteteve nuk janë në atë koordinim e duhur, nuk janë në një sinkronizim të aktiviteteve në interes të shtetit dhe në interes të kombit. Prandaj besoj që është koha kur duhet të eliminohet ky pezë i patriotizmit folklorik nga e kalura. Jena në një dimenzion të ri kohor ku inteligjenca artificiale është dominante, është koha kur duhet kemi programe dhe projekte të drejtardhmërisë dhe diaspora të jetë në funksion të arritjes së këtyre objektivave. Po e them e keqardhje, i kam përcjell 4 samite dhe shumë takime tjera të diasporës, zakonisht sillen të njëjtit akter, të njëjtit përfaqësues kinse të komuniteteve, që i takojnë apo i shfrytëzojnë këto takime vetëm për fotografi, qoftë me politikan, qoftë me miq e dashamir, për të promovuar muzikë dhe sofër shqiptare, por në esencë janë shumë të vobekta sepse nuk afrojnë asgjë që vërtet ekonomikisht në aspektin e inovacionit, në aspektin e digitalizimit, në aspektin e edukimit dhe arsimit do të na përafrojnë. Prandaj po ti
ishin të orientuara të gjitha ato mjete që janë shpenzuar në këtë summit për të mbështetur ndonjë ndërmarrje, ndonjë qendër inovative apo ndonjë inkubator të biznesit, me siguri kontributi kish me qenë. Por kjo është ajo që po e përcjell botën shqiptare, të njëjtin scenar e kanë takimet mes qeverive, qoftë mes Kosovës dhe Shqipërisë, qoftë me Maqedoninë apo vende tjera, ku dekori folklorik dhe patriotik i ngulfat interesat dhe aspiratat ekonomike dhe zhvillimore. Duhet të mendojmë drejt ardhmërisë, dhe ardhmëria e ka emrin edukim, arsim, inovacion dhe vizion drejt një qasje më ndryshe se sa nga e kaluara. Duke marrë parasysh se vendet tona janë të vogla, ndërsa numri i diasporës përhapur në gjithë globin ndoshta është më i madh se sa numri i banorëve rezident të shteteve tona për të cilat po flasim, a e shihni të nevojshme të ketë një strategji të përbashkët në kuptimin e projekteve të mëdha për të cilat do nga vendet tona do të ishte një treg i vogël dhe ndoshta një bashkëpunim të atill për mega projekte që do ta zhvillonin rajonin në tërësi? Në rreth parë duhet të kuptohet që nuk mund të ketë një projekcion strategjik jo vetëm në Ballkan, por në Evropë pa pas parametra dhe indikator kyç ekonomik. Një ndër indikatorët kyç në këtë moment është evidentimi sakt sa është numri i diasporës shqiptare në botë, cilat janë vendet të cilat e kanë një numër do të thotë më konkret, cila është struktura e diasporës, cila është pozita e diasporës, dhe derisa nuk e kemi një analizë të tillë, ne do flasim për diasporën, ne do flasim për kontributin e diasporës, po do të ketë pamundësi që të hartohet një strategji. Në rend të dytë, ne nuk kemi strategji ndërshtetërore mes Kosovës dhe Shqipërisë, mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, mes Kosovës dhe Maltëzi, mes Preshevës, Medvegjës, Bujanovës dhe Kosovës. Prandaj duhet të shlirohemi nga këto idetë kreativo-patriotike dhe të lëshojmë në tokë. Njeriu nuk mund ta di ku dëshiron me shku pa ditë ku është, dhe kam ndroç që ne flasim për diasporën, bisedojmë për diasporën, po nuk e dim çka dojmë nga diaspora përveç remitancave. Besoj që për qeveritë të ardhme që do ta kenë një vedije të nivelit pak më ndryshe, një vedije në funksion të shtetit, qytetarit dhe të kombit dhe jo në interes të pushtetit, diaspora do të jetë një aset i cili vërtet garanton ardhmëri. E them këtë bazuar në shumë parametra. Qendrat më të mëdha universitare sot në botë, duke filluar nga Oxfordi, janë të përfaqësuara apo gjeni shqiptar duke punuar dhe atë me një reputacion të pakontestuar. Sot vetëm në Gjermani, sipas statistikave jo të Kosovës, po të Gjermanisë, janë më tepër se 600.000 shqiptar. Sot vetëm në Gjermani, Austri dhe Zvicër, kapitali i shqiptarëve nga Kosova i tejkalon sa miliard euro. Prandaj Kosovës dhe Shqipërisë, po dhe vendet tjera në Ballkan, ju duhet stabiliteti politik, ju duhet një do thotë qasje më ndryshe përballë diasporës, por ne nuk mund të jemi të mirë për diasporën nëse nuk jemi të mirë dhe nuk kemi një qasje pro biznes në vendet tona. Duhet të kuptohet që diaspora është një potencial i pashfrytzuar, dhe në këtë drejtim çdo ditë e humbur do të jetë ngulfatje e ardhmërisë. Fakti që burokracia e ka kaplu edhe Kosovën, edhe Shqipërinë, po edhe në një pjesë ku jetojnë shqiptarët në Maqedoni, vërtet është shqetësuese. Pe marrëm vetëm sektorin e energjisë elektrike, si është e mundur që Kosova të jetë shteti më i varur nga importi i energjisë elektrike. A janë këto tentativa për përfitime grupore apo klanore, dhe e dyta, derisa në Maqedoni kompanitë më shumti që kanë investu në ndërtimin e panelave solar dhe në energjitë e erës janë do thotë nga Kosova dhe nga bota shqiptare, dhe duhet të bëhet pyetje pse ata nuk ndalin apo nuk investojnë në Kosovë. Prandaj ka shumë pika apo pyetje të hapura që duhet të debatohen, por e vërteta është që nuk jetohet nga e kaluara. Edhe dy ditë ardhmëri janë më gjatë se e kaluara, dhe patriotizmi folklorik nuk është profesion dhe nuk është ardhmëri, është ndjenjë dhe emocion. Të arriturat ekonomike, teknologjike dhe investimin në edukim është armë e ardhmërisë, që për fat të keq nuk po di me kërku nga diaspora, nuk po e gjenerojmë vetë dhe jemi këtu ku jemi, një vrim e zezë e Ballkanit perëndimor. Zoti Gjergjaliu, ju falenderoj shumë që ishi sot në emisionin Pakufi. Kënaqësi, jemi ju. Faleminderit, mirëvete, faleminderit zotit Gjergjaliu. Shkojmë në Radio Shkup me medali për pjesën e dytë. Po, do ta ndëgjojmë pjesën e dytë me profesorin Bashkim Selmani. Dhe kjo mbledhja
e intelektualëve dhe organizimi në një strategji të përbashkët, sepse është edhe për të vlerësuar se në digasteret e institucioneve dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, të gjitha këto që i përmenden ne i ka, mirë po janë të kufizuara për sa i përket veprimit të tyre. Shpresoj që në të ardhmen komplet kombi shqiptar duhet të mbështetet te inteligjenca, duhet të kemi ballafaqime, dhe unë gjitha të ballafaqime që ndodhen atje nuk ishin raste konfliktesh, por thjesht ishin ballafaqime të argumenteve e provave për ta gjetur më të mirën të mundshme. Dhe unë mendoj që edhe jam i bindur në këto, që samitet e ardhshme, përveç se kishte një tubim masiv nga gjithë bota, duhet të ketë edhe tubime shkencore me projekte, siç i patëm ne dhe shumë pikërisht ishin arbreshët ata që kishin një propozim për çështjen e themelësisë së institutit, që në atë institut do mundeshte të kontribuohet në mënyrë të pavarur. Jam i bindur se gjitha shtetet kanë institute politike, institute juridike, ekonomike, inovacione, por shpeshherë ndodh të mos jenë funksionale, sepse varen nga buxheti i shtete ose i Shqipërisë, në këtë rast ose i Kosovës. Dhe unë prandaj jam përsëri i bindur se po të themelohet një diasporë e cila do të kishte një seli në Bruxelles ose një vend tjetër që mund të bëhet dakord e pak ka rëndësi, atëherë edhe vendimarrja do të jetë më e drejtë, më e shpejtë, edhe krijimi i buxhetit do të jetë më i drejtë dhe më i shpejtë, edhe investimet mund të koordinohen që shumë më lehtë ne pam rastin e investimeve që po ndodhin në Shqipëri, do të përcollin të tjerët, shpeshherë hasin për procedura kundërvënëse. Dhe pikërisht institucione ose institute që do të krijoheshin, do ta kishin shumë më lehtë që drejt për së drejti të rregullojnë procedurat juridiko publike ndërkombëtare dhe do të vinte shumë më lehtë. Po sidoqë të jetë se kisha me përmendimin tim është i suksesshëm, nëse do të përfillen këto sugjerime që u bën edhe nga ana e panelistëve ose edhe nga ana e vetë studiuesve, të cilët duhet të dahen në digastere të veçanta. Do të ishte digasteri juridik, ne dini se jo vetëm Shqipëria, por edhe në vendet e tjera, në aspektin juridik ne jemi edhe të përqarë, përse përket hapësirës. Unë vetëm një rast e mora dhe potencova, është rasti për shembull i ndarjes ose i marrëveshjeve ndërkombëtare që ndodhi, sidomos societeta publike ndërkombëtare, thotë, në rast se ne kemi një marrëveshje dhe kur dy persona bëjnë një marrëveshje, në rast se njëri nga këto persona shuhet të përdis, atëherë të gjitha të drejtat pronësore, kontraktore i takojnë personit juridik që është gjallë. Këtë rast, Shqipëria dhe Jugosllavia, të gjitha marrëveshjet që i kanë pasur, atëherë duhet edhe prona dhe pronësia që Shqipëria mund ta bëjë me një kërkesë kontestuese, edhe atëherë mund t'i takojnë territoret e saj, hapësirat e saj, dëmin që është bërë në ndarje të kështu me radhë. Mirë po, nuk mund ta bëjë shteti, rreth se ato kanë politikën shtetërore. Mirë po, me hulumtimin, me studimin të argumentuar, mbas drejtës ndërkombëtare publike, po ashtu dhe dëmet, unë përmend edhe për Kosovën. Kosova është i vetmi shtet në të cilën nuk i është drejtuar OKB-s për kompenzimin e dëmit. Sepse atje përcaktohen drejta humanitare ndërkombëtare. Thotë, në qoftë se në Kosovë nga vitet 80, 90, 90, 99, 3 etapa që ka shkaktuar çdo ditë vdekje ishte nga dhunën serbe, ato jo që nuk janë të evidentuar, por nuk janë të mbledhura në një të vetme të drejtonë Organizatës Kombeve të Bashkuara, dhe atëherë gjykata speciale shumë më lehtë do të kishin argumente dhe prova dhe nuk do ta sillnin ne që sot ne të akuzohemi si autor të atyre vrasjeve ose që janë të vrasje të improvizuara, që shumë vështirë është për të shprehur gjendja faktike, dhe kjo është ai problemi bazë që unë gjeta mbështetje nga gjithë ata që ishin aty të pranishëm dhe pjesa dërmuese kërkonin këtë çështje. Unë besoj që këto plotësimet, udhëzimet që edhe Ministria e Punëve të Jashtme, sidomos ministri ishte shumë interesuar që të ndëgjojë zërin real të diasporës, por nuk i kishin ndëgjuar edhe zërin juridik të diasporës, sepse edhe atyre pata parasysh se ne kemi politikanë dhe politikat të suksesshme, mirë po rezultatet e politikës, qofshin brendshme dhe të jashtme, duhet të materializohen në ligje.
fatkeqësisht politika shqiptare, qoftë këtu dhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, e shohim se janë diametralisht të kundërta. Ajo që fitohet në terren, pastaj humbet në aspektin juridik. Po ashtu patëm edhe me liderin Zotrin Aliameti, dëshmojmë se nuk ka pas siguri juridike, sepse u përmend marrëveshja e orit. Te drejtat ndërkombëtare ka 3 elemente bazë: pëlqimi i palëve, barazia e palëve dhe garant. Dhe kur ndodhi që të realizohet marrëveshja, u dorëzuan armën. Momentin që dorëzuan armët, u prish elementi barazisë kontraktore dhe ne sot jemi të humbur. Po të ishin bërë momentet me të cilat sa ligjet duhet miratohet, aqe dhe do të ishin dorëzuar armët, atëherë elementi sigurisë do të kishim një pozitë reale dhe digniteti shqiptarëve do të ishte shumë më korrekt, sepse pikërisht dalëm nga lufta. Ne jemi vetëm kom në Maqedoni që kemi bërë luftë dhe me luftë kemi humbur identitetin kombëtar nga kombi në përqindje, ndashtu kemi humbur pjesën e ekonomisë, sepse ne në ekonominë e shtetit nuk marrim pjesë as 1.8% në kapitalin shtetëror. Dhe në tjetër thonë se shqiptarët kanë jetët. Kjo është ajo propaganda me të cilën nuk është krijuar siguria juridike. Dhe këta ishte ajo në samit që u dha si mesazh, dhe shpresoj që në samitin e radhës, para samitit radhës, duhet të ketë edhe elementin e barazisë nëpërmjet punimeve shkencore, propozimi i instituteve. Ja, për shembull, vetëm Serbia ka 158 institute të shkencave politike. Ka mbi 130-25 praktësisht institute juridike. Dhe Maqedonia ka institutet për luftime juridike dhe politike, dhe ato i sjellin ligjin. Në Maqedoni nuk i sjellin parti. Janë ekspertë. Fatkeqësisht ekspertët shqiptar qoftë në ligjin, ne kemi një të vërejtje në Maqedoni. Asnjëherë, unë ju garantoj që asnjë ligj shqiptarët nuk i kanë bërë vetë. Pa kanë përgatitur maqedonësit, sepse ne si shqiptar nuk kemi marrë pjesë. As si jurist, as si gjyqtar, as edhe pozitin e demografisë, sepse ligji kur sillet, detyrimisht të mbështetet në aspektin gjeografik, në aspektin demografik, në aspektin historik dhe në aspektin ligjor. A ka gjë më të vështirë përveç se të futni ju vetveten në minoritet? Për shembull, kur thonë maqedonësit, serbët dhe shqiptarët dhe të tjerët, ne kemi 15 komuna që administrohen nga shqiptarët me votat e lira. Këto nuk i kanë në pakicë tjera, ose edhe 20% për shembull. Edhe kjo nuk ka siguri juridike. Pse nuk ka siguri juridike? Janë Dibër për shembull, Goranët ose Romët, janë përgjigje më lartë se shqiptarët e Dibrës ikin e pjesët tjetër aty ndodh që nesër atë identitetin e 20% mund ta marrë dikush tjetër. Prandaj edhe populli e thotë, e fitojmë me luftë e humbim me paqe. Dhe pikërisht kjo është ajo shkolla me të cilën ne e alarmuam këndvështrimin juridik. Ishte gjithë kjo që përgatitëm me profesorin e nderuar Bashkim Selmani. Faleminderit me Vedali, faleminderit profesor Bashkim Selmanit. Kështu i kemi ardhur në fund diskutimit sotëm për diasporën dhe rolin e saj në jetën shoqërore, sociale, ekonomike në vendet tona me të ftuarit tan. Unë këtu në studion e Radio Tiranës isha me profesor Geron Kamberin, edhe njerë faleminderit profesor Geroni. Në studion e Radio Kosovës, kolegja Mirvete Uka ishte me Safet Gerxhaliun, faleminderit edhe zotit Gerxhaliu. Në studion e Radio Shkupit me kolegun Mehmet Ali Jusufi ishte profesor Bashkim Selmani, falënderime për profesor Selmanin. Në studion e Radio Malit të Zi ishte me kolegen Violeta Gjoka, ishte Fatmir Beqiraj, shefi i zyrës për diasporë në komunën e Tuzit. Së mbede gjatë tjetër vërse të përshëndetemi nga unë Jao Margjeka, një përshëndetje për të gjithë dëgjuesit që na ndoqën sot dhe për ju kolegë dhe të ftuar në studiot tona në Prishtinë, Shkup dhe Podgoricë. Faleminderit, mirëmbëjtje dhe miru dëgjofshim javën e ardhshme. Miru dëgjofshim.